Tragedia e rënë në diskotekën Puls në Koçan ka ndroditur mbar opinionin publik. Përtej dhimbjes dhe pikëllimit, kjo ngjarje ka ngritur shumë pyetje mbi mënyrën se si ndodhi dhe si u menaxhua emergjenca nga ekipet mjekësore. Në këtë pjesë të fundit të programit kemi dy të ftuar të cilët kanë luajtur një rol kyç në atë natë fatale. Doktor Sejfullah Ademi, koordinatori i ekipeve të asaj nate për ndihmën e shpejtë, si dhe doktor Xhunejt Ademi, mjek i cili ka qenë në teren duke u përballur drejt për drejt me situatën tragjike. Ato do të ndajnë me ne përvojën e tyre, sfidat me cilat u përballën ekipet mjekësore dhe çfarë ndodhi në ato orë kritike, nga momenti i alarmit deri tek përpjekjet për shpëtuar sa më shumë jetë. I ftoj tani në studio për t'i përshëndetur dhe për t'u akomoduar. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje për të dy. Mirë se erdhat. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Përshëndetje. Mirë se erdhat. Është shumë kënaqësi. Atëherë, e di që e keni pas shumë të vështirë, përveç që ne si komunitet jashtëzakonisht keq e kemi përballuar dhe e kemi marrë këtë lajm, por sigurisht jeni ju ata që të parët e keni marrë lajmin dhe gjithashtu edhe Xhunejdi ka qenë në teren ku ka parë, do të thënë, shumë pacient ose shumë të rinj që ju kanë nënshtruar këtij rasti. Do e nis me Xhunejt, me Sejfullahin, me që Sejfullahi ka qenë edhe ai i cili ka marrë informacionin e parë për tragjedinë dhe dua të di reagimin tënd, doktor, se si person përgjegjës atë natë, domethënë ndihmën e shpejtë, si erdhi lajmi dhe si reaguat? Fillimisht faleminderit për ftesën dhe shfrytëzoj rastin për së dyti herë të shpreh ngushëllimin drejt familjarëve për humbjen e më të dashurëve të tyre, fëmijët e tyre të cilët domethënë ishte një tragjedi jashtëzakonisht e madhe. Ne visi ndihmë shpejt domethënë në Shkup, unë si koordinator ose si udhëheqës i ndrimit të asaj nate, domethënë fillimisht patëm një thirrje nga qendra për menaxhimin me kriza, gjë që na njoftoi, domethënë për një tragjedi, për një zjarr të jashtëzakonshëm ku edhe në ndërkohë na njoftuan se kemi edhe viktima. Mirë, po përveç kësaj, një ashtu domethënë edhe një mund të them një familjar që barte, domethënë familjar të plagosur, të lënduarit, domethënë me automobil privat drejt qendrës së Shkupit, një ashtu bëri një thirrje ku na njoftoi për domethënë për tragjedinë që ka ndodhur atje. Sa ishte ora kur ju bë thirrja? Po, vlen të theksohet se ne si ndihmë shpejt e Shkupit fatkeqësisht me vonesë kemi marrë thirrjen, do të thotë edhe për kundër faktit se Maqedonia e ka tetra sistemin apo sistemin domethënë me radiolidhje, gjë që bën të mundur domethënë në kështu raste të bën njoftimin e të gjitha qendrave emergjente në afat rekord për disa minuta, të njoftojnë të gjitha. Fatkeqësisht ka munguar ky tetra sistem, nuk është shfrytzuar për arsye domethënë mbetën të hapura dhe duhet gjykohen pse nuk është shfrytzuar më andej. Pse nuk është shfrytzuar? Keni informacione ju si staf ose ende nuk e keni të ditë? Fatkeqësisht ende nuk kemi domethënë informacione se pse, ose është bërë shkyqja e vetë sistemit ose mund të ketë qenë arsyeja për shkak të hutimit të kisha më thonë të gjitha ekipeve të atjeshme, do të thotë për shkak të katastrofës që ka ndodhur. Mirë po, pavarësisht kësaj, do të thotë neve kemi marrë do të thotë thirrjen me vonesë pothuajse 40 minuta pas tragjedisë. Do të thotë që është shumë jashtëzakonisht shumë. Jashtëzakonisht është sidomos në raste të tragjedive të përmasave kaq të mëdha. Pikërisht. Prandaj duke pas parasysh faktin se ne si qendër domethënë emergjente, ndihmë e shpejtë e Shkupit, jemi bazamenti domethënë këtu pothuajse edhe për gjithë shtetin, të mos njoftohemi me kohë për një rast të tillë është katastrofë, domethënë kisha më thonë. Prandaj, në momentin që ne u njoftuam nga qendra për menaxhim me krizave dhe si dhe familjarët që barte pacienta drejt qendrës së Shkupit, ne menjëherë bëmë organizimin, koordinimin e ekipeve, do të cilët i kishim vetëm se në teren i tërheqëm nga tereni, i përgatitëm, i pajisëm do të thotë edhe i drejtuam drejt katastrofës, respektivisht drejt Koçanit, si dhe Shtipit si qendër do të thotë regionale që ishte atjeshme e para, po. Por një ashtu vlen të theksohet se në afat rekord, do të thotë kombinuam dhe i koordinuam edhe 4 ekipe shtesë ku ishin të përfshira mjek, do të thotë motor medicinale si dhe shofer, ekipi kompletuar. Kishte staf mjaftueshëm atë natë dhe ishte e vështirë për ta kompletuar këtë ekip? Edhe këtu duhet të theksojmë se ne ishim atë natë në ndrim për gjithë Shkupin me 5 ekipe. Kjo është relativisht shumë pak edhe
pothuajse është e pamjaftueshme. Mirë po, koordinimi me njëhershëm, do të thotë ku edhe u formuan 4 ekipe shtesë, do të thotë cilët na erdhën në afat rekord ju përgjigjen thirrjes dhe neve për 20 minuta i kompletuam edhe 4 ekipe shtesë, të cilat i drejtuam drejt qendrës regionale të Shtypjes, spitalit të Shtypjes respektivisht, dhe do të thotë pak a shumë përgjigje e parë të jepet në kohën më të shpejt të mundshme, domethënë për atë natë. Qartë. Do rikthejmë tash edhe tek Dr. Gjunedi, i cili ka qenë në teren duke parë nga afër pasojat tragjike të kësaj ngjarjeje. Si ishte momenti i parë, doktor, kur arritët në vend ngjarje? Po, pasi u nisëm ne drejt Koçanit duke shkuar, në ndërkohë u bënëm prap një koordinim me qendrën e Shkupit dhe na thanë të drejtohemi drejt spitalit të Shtypit. Për shkak se ishte Shtypi afër me Koçanin 20 minuta dhe të vlen të theksohet se në spitalin e Koçanit nuk ka aq resurse të mëdha për të pranuar të gjitha ato pacienta, se numrat të para të cilët ishin brenda ishin 500 persona, po mandej ndryshuan gjithçka dhe nuk i dishin sakt numra se sa ka patur në klubin e natës në Pols në Koçani. Për shkak neve na drejtuan pasi edhe 3 ekipe të tjera ishin vetëm në vend ngjarje drejt Koçanit. Dhe mandej ne sapo mbërritëm në Shtyp e pam një skenë kaotike dhe një tronditje shumë e madhe për gjithë ato, pasi familjarët ishin jashtë dhe ne drejt u ngjitëm drejt repartit intenziv që të fillojmë ndoshta edhe t'i marrim pacientët të cilët kanë nevojë që të barten më shpejt në spitale dhe janë me të djegura më të mëdha. Kjo ishte ndër ato skenat kaotike, pasi edhe vetë familjarët ishin edhe të tronditur dhe pasi kishte edhe të britma dhe vaje të ndryshme në spitale aty duke pritur ndonjë lajm, a janë të gjalla apo të vdekur të dashurit e tyre, fëmijët apo familjarët e tyre. Si arritët ta përballoni këtë skenar të kopshëm ju si mjek? Po, skenarin e kopshëm gjithmonë ne duke e ditë se puna jonë, pasi punojmë në emergjencë, është gjithmonë me të papritura. Me të papritura dhe kemi stres gjatë gjithë kohës. Pjesë e pandashme është stresi. Normal që duhet të akumulojmë në një vend tjetër stresin dhe që të kalojmë këto dhe të përballemi me sfidat që na vinë gjithmonë gjatë punës që e bëjmë. Kjo është më e rëndësishmja dhe duke të kaluar, duke biseduar mandej edhe me ekipin tim, të kalohen edhe streset të cilat Si u menaxhua, doktor, pastaj edhe për zgjedhja e pacientëve që kishin nevojë për kurim në spitale të ndryshme? Si ndatë? Pasi shkuam në spitalin dhe në repartin intenziv, pasi pacientët ishin me të djegura të mëdha dhe të thella dhe kishin të djegura në për fytyrë, në për ekstremitetet e larta dhe me fraktura të ndryshme, thyerje në për pasi ka patur edhe ndonjë stampedo duke periodikoj se ka patur një stampedo duke dalë prej se ka patur vetëm një hyrje dhe dalje dhe janë shkelë njëri tjetrit dhe ka patur një stampedo dhe mandej ka patur edhe shkelje. Edhe mandej me kolegët e repartit intenziv vendosëm që t'i marrim në 2 pacientat të cilët ishin me gjendje më kritike, por stabile, po me të djegura të thella dhe mandej i morëm në saktësisht 2 dhe të tjerët kanë marrë pacientat tjerë. Por kjo gjatë gjithë rrugës ne kur shkuam drejt Shtypit pam se kishte plot njerëz me vetura private që ishin nisur, kishin ndezur pulsuesit dhe kishin vazhduar rrugën drejt qendrave klinike në Shkup. Kjo ishte edhe për neve edhe që nuk e dim se çfarë na pret atje kur të mbrim. Po gjithçka kur arritëm u deshte ta menaxhojmë edhe vendin, edhe spitalin, për shembull me kolegët e spitalit, ekipet, që të menaxhojmë edhe kohën edhe si të mbartim prej Shtypit ato pacientat të cilat kanë nevojë drejt klinikave në Shkup. Qatë. Rikthehem te doktor Sejfullahu për të parë se si ka funksionuar komunikimi mes ndihmës së shpejtë dhe spitaleve që vetëm më janë shtruar pacientët.
Po, vlen të theksohet se do të thotë koordinimi në mes ndihmës së shpejtë dhe spitaleve të qytetit të Shkupit, respektivisht emergjencës, spitalet të shtatores si dhe Shën Naumi Ohrit, ishte duke më thonë në nivel, si dhe do të thotë vlen të theksohet edhe ajo se edhe ata ishin të përgatitur për atë se çfarë kishte ndodhur dhe kishin thirrë edhe specialistët e tyre, domethënë në ndihmë prej shtëpisë që të bëhet riorganizim i mirëfillt, që t'ju jepet domethënë trajtim sa më i shpejtë dhe sa më adekuat pacientëve të cilët vetëm se ishin në numër dhe vinin drejt qendrave të Shkupit. Po njashtu do të thotë vlen të theksohet se kishim komunikim të vazhdueshëm edhe me spitalin e Shtipit, gjë e cila na mundson të ne në të njëjtën kohë të kemi informata të sakta se sa pacienta kanë nevojë për trajtim, domethënë të menjëhershëm, cili ishin në gjendje më kritike dhe ne të bëjmë koordinimin e ekipeve shtesë nëse do ishte e nevojshme, do të thotë për të dërguar ekipe shtesë drejt spitalit të Shtipit si qendër regionale e atjeshme. Andaj mund këtu të përmendim se ishte një koordinim i mirë fillestar, do të thotë me përjashtim të kohës, gjë që mbetet te transistemi, po dhe duhet të gjykohet sepse ka ndodhur një gjë e tillë, të ketë aq vonesë, domethënë të lajmërohet qendra e Shkupit me aq vonesë. Keni bërë ju si qendër e Shkupit kërkesa deri tek institucionet përkatëse për këtë gjë në Ministrinë e Shëndetësisë që pse ka ndodhur kjo vonesë? Momentalisht ende është në fazën e shqyrtimit, si dhe tash mbledhen të dhënat, analizohen, mirë po gjithsesi tetrasistemi momentalisht është funksional, për momentin po flasim, por për kohën pse nuk ka qenë, besoj që institucionet relevante do formojnë komisione dhe do shqyrtohet sepse nuk është bërë njoftimi në kohë, por është vonuar aq shumë dhe ne si qendër Shkupit kemi marrë informata shumë të vonuara. Do ju parashtroj një pyetje që mendoj që vlen për të dytë. A mendoni se ky rast i rënd ka qenë rasti që e keni përjetuar më së rëndi në karrierën tuaj si mjek? Sidomos për Xhunedin që ka parë dhe pacientët direkt. Po gjatë karrierës time, derisa punoj në emergjencë, ky rasti ka qenë ndër më të rëndat për mua dhe më të nditësi, për shkak se ne shpesh ballafaqohemi me lloj raste nëpër terren, shohim gjithçka, ndeshje, lloj raste, po kjo ishte ndër më të rëndat pasi kishte edhe të djegura dhe kur e kuptuam se edhe kishte edhe viktima në moshën më të re, kjo e bënte edhe punën më të rëndë, për shkak se këto janë në lule të rinis, edhe mendon për shembull se çfarë më të qenë do të ndodhe dhe numrat ishin njëherë 20, mandej vazhdimësisht në rritje. Edhe kjo ishte ndër situatat më të rënda dhe më të kopshme gjatë asaj nate, e cila vazhdoi deri në mëngjes, dhe kështu për shembull ishte një situatë e rëndë. A mund të ndani ndonjë moment veçantë ose ndonjë rast që ju ka prekur më shumë gjatë asaj nate? Gjatë asaj nate, një rast i veçantë, një pacient të cilën e mora prej Shtipit, ishte 20 vjeçar, ishte prej një fshatit të rrethit të Koçanit dhe më tregoja duke se për shkak se ne gjatë gjithë rrugës duhet që të mbajmë dhe atine i vike ju pak si ju mbylleshin si më flijet, më thojke edhe u deshket që të mbajmë zgjuhet gjatë gjithë rrugës derisa të arrim në spitalin e qytetit. Pasi neve na drejtuan. Sigurisht keni krijuar ndonjë bisedë aty. Po, kemi folur. Kemi komunikuar që të mbajnë të zgjuar që mos ta humbe vetdijen. Kjo ishte detyra e parë edhe me motrën time të ekipit dhe shoferin në një mënyrë me një shpejtësi të madhe. Edhe kjo ishte koordinim, për shembull aty apo aty. Edhe ma bani deri më pyeti, tha deri të shtunën a do të shërohem pse do të shkojnë në Gjermani që të punoj. Kjo më ndikoi shumë keq dhe shpesh e potencoj edhe me kolegat e mi dhe pak u emocionova, u shtanga mandej i dha shpresa se gjithçka do të bëhet mirë, po pak duhet kohë që të rikuperosh dhe të shërosh plotësisht. Kjo ishte ndër momentet më të vështira dhe sa po arritëm, tash ai djali ka shkuar për shkak se edhe ne në spitalet e qytetit të Shkupit, në spitalet klinike apo këtu nuk kemi qendër për djegje. Në vitin 2016 është mbyllur gjithçka dhe ai djali ka shkuar në Pirov të Bullgarisë.
Do me thonë, aji tani momentalisht është jashtë shtetit në Bullgari, dhe ke informacione nëse është gjitja? Ende nuk kam informacione sakta, vetëm e di se është emri i tij atje dhe ka qenë një stadi lartë, dhe me thonë i djegjes. Stadi lartë edhe të dy ekstremitetet e sipërme, fytyrën edhe shpinën e kishte. Edhe kjo ishte ndikoi shumë thellësisht për shembull dhe na mua më emocionoi dhe më tronditje. Ishte ndër Padyshim. Po komunikimi me familjarët, doktor, si ka qenë? Pate raste që të komunikosh me ndonjë nga familjarët? Po me familjarët ishte komunikimi është i vështirë që të bësh komunikim në ato momente për shkak se ato ishin edhe të tronditur. Sigurisht që do kërkonin ndihmë nga ju ato. Po, ato do të kërkonin ndihmë dhe do ishin të marrin pyetje se si e kanë gjendjen të dashurit e tyre apo familjarët të cilët i pritshin me padurim ose t'i shohin ose të ndihin ndonjë gjë për se çfarë ka ndodhur. Po kam komunikuar dhe kjo ishte edhe pjesa më e rëndë që duhesh ta bësh dhe ti të thosh në një farë mënyrë dhe t'ju jep shpresë se gjithçka do të bëhet mirë. Ndër ato komunikime të cilët i kam pasur nuk e harroj edhe një prind i cili më pyeti por pasi kish kaluar të gjitha spitalet në Shkup, nuk më ka mund me gjejt vajzën e vetë. Erdhe dhe të spitali, sa po arritëm në spitalin e qytetit, më pyeti se ku e kam vajzën. Prapë unë gjita në të reparti intenziv në Shkup, pyeta në llojt atë emër nuk mund të gjejshin askund. Dhe kjo i mandej mas do kohë, provova se ishte edhe me një të afërt të tij, ishte me një shok që e kishte, edhe mandej e kam pyetur në telefon, po ajo kishte ndruar jetë, ajo vajza në vendngjarje. Edhe kjo ishte edhe kjo një pjesë e rëndë të cilat ti po shuash ato det ishin shumë të rënda dhe me të vërtetë Ju të gjithë mjekët, të gjithë mantelbardhët, unë e cilësoj çdo herë që jeni hero të shpëtimeve, të rasteve të ndryshme, të sëmundjeve të ndryshme, po sidomos kur bëhen fjalë rastet kaq tragjike me përmasa kaq të mëdha, sigurisht që shpresa e vetme jeni ju, kuptohet për gjithë ata pacientë që tani më janë duke ju nënshtruar terapive të ndryshme, spitaleve që edhe janë në vend, por edhe jashtë vendit. Cili do të ishte mesazhi për fund nga ju Xhunej që keni qenë në vendngjarje, por edhe nga ju Sejfullah që keni qenë në anën e menaxhimit në emergjenca të natë, ndonjë mesazh deri tek autoritetet shëndetësore apo edhe deri tek ata që duhet të bëjnë vërtet ndryshime që këto raste të tejkalohen sa më lehtë dhe njëkohësisht mos të përsëriten më. Po, mesazhi im është që në qendrën emergjente në Shkup, pasi edhe potencoj edhe kolega jon Sejfullahu, që parafërsisht natën punoj me 5 ekipe, ndërsa disa ditën punoj me 6 ekipe, duhet që të investohet sa më shumë dhe të bëhemi parafërsisht 30 ekipe. Kjo nuk kupton që të ketë punësime në mjek, shofera dhe motra medicinale, që të arrim pak një numër më të madh, për shkak se Shkupi është shumë i madh. Edhe duhet që të ketë trajnime të lloj-llojshme dhe duhet që të ketë sa më shumë simpoziume të cilat do të mbajnë për kësi lloj tragjedie. Dhe është Zoti që mos të ndodhin këto, po kjo është pjesë të përgatitur për gjithçka se çfarë mund të ndodhë. Që të paktën mos të jenë kaq shumë viktima në këto raste, por më pak kuptohet. Sejfullah? Po, gjithsesi kolegu përmendi, do të thotë se neve punojmë me kapacitet jo të përgjysmuar, por 1/5 në kapacitetit të nevojshëm për qytetin e Shkupit, që është në tragjedinë vete. Do të thotë neve fillimisht nuk kemi kapacitet të mjaftueshëm të dalim në ndihmë pacientëve të cilët kanë nevojë për trajtim këtu në Shkup, e jemi të përgatitur, do të thotë për tragjeditë si rasti i këtill, që është jashtëzakonisht rasti i rëndë dhe kërkon do të thotë një ndryshim rëndësor në sistemin ton shëndetësor, si dhe do të thotë avancimin më të qeshëm të shëndetësisë, si dhe mos ta lëmë në harres ndihmën e shpejtë. Fatkeqësisht do të thotë ndihma e shpejtë gjatë gjithë këtyre viteve ka shkuar do të thotë te poshtë, nuk ka bërë ndonjë avancim, do të thotë nuk kanë bërë po thonë ndryshime rrënjësore për ta përmirësuar fillimisht do të thotë qendrën kryesore, kushtet e punës, pastaj të bëhen punësime, do të thotë siç e përmendi kolegu edhe të ketë trajtime shtesë,
se do të thotë ndodh në raste të papritura, ndihma e shpejtë është ajo e para që u del në ndihmë pacientëve, edhe padyshim është më së nevojshme të ketë kushte për punë edhe trajtime do të thotë adekuate që të përgjigjemi sa më në mënyrë të shpejtë dhe efikase rasteve të këtilla. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, e kemi tejkaluar minutazhin, por e kemi patjetër që ta përmbyllim këtë emision, duke ju falenderuar jashtëzakonisht shumë që u bët pjesë e ritmit ditës dhe ndat me ne ato përvoja të dhimbshme që i keni nga nata e 16 marsit. Urojmë që mos të përsëriten më këto tragjedi, sepse vërtet i gjithë komuniteti jemi tej mase të prekur. Faleminderit për juve. Ishte shumë kënaqësi.